أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 72 të leximit dhe shpjegimit të veprës Maraqi el-Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit rahimahullah. Jemi te libri I namazit e libri I agjërimit, respektivisht kemi arritë fima yathbutu bil hilal wa fi sawm yawm ash-shakk wa ghayrihi. Thotë mënyra e vërtetimit të pamjes, vërtetimit të hënës së re dhe agjërimi I ditës së dyshimt. Imam Shërumbulali thot kërkimi I hënës së re është obligim I mjaftueshëm ose yajibu kifayatan, pra farz kifaje, nuk është farz ain. Sepse po të ishte farz ain, atëherë do të obligohej çdo kush për kërkimin e pamjes së hënës së re, po nëse dikush e shef hënën e re, qoftë për fillimin e muajit Ramazanit, qoftë për përfundimin e muajit Ramazanit, respektivisht fillimin e muajit Shewal, mjafton dhe kjo obligim, kifaje, I mjaftueshëm për të gjithë, kryen obligimin. Shikimi I hënës, pra kërkimi I hënës, ta themi, bëhet natën e 30 të muajit Shaban. Natën e 30 të muajit Shaban, sepse ky muaj, pra muaji Shaban, mund të jetë 30 ditë, por mund të jenë edhe 29 ditë. Fillimi wa yathbutu Ramadan bi ru'yati hilalihi, fillimi I Ramazanit vërtetohet me pamjen e hënës së re të muajit Ramazan. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thonë: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alejkum fa akmilu iddata Sha'ban 30. Agjëroni me pamjen e saj, pra, li ru'yatihi, me pamjen e saj, është fjala për hënën e re, dhe përfundoni agjërimin, pra, fillon muaji tjetër, me pamjen e hënës së re të muajit Shewal. Nëse fe in gumme alejkum, nëse ju mbulohet pamja, për shkak të mjegullës, tymit, vranësirave, reve, kështu me radhë, atëherë fe akmilu, plotësoni iddata Sha'ban 30. Atëherë plotësoni 30 ditë të muajit Sha'ban. Nga kjo nënkuptohet se dita e 30 e muajit Sha'ban, në mesin e dietarëve, është dita e cila quhet dita e dyshimt. Pra të arsye natën e 30, ajo është ditën e 29 të muajit Shaban, në mbrëmje është nata e 30 e muajit Shaban, duhet të kërkohet pamja e hënës. Dita e 30 e muajit Shaban është në dilemë se a është dita e 30 e muajit Shaban apo është dita e parë e muajit Ramazan. Kjo ditë quhet dita e dyshimt, ose Yawm ash-Shakk. Pra, dita e dyshimt është dita e 30 e muajit Shaban, për arsye se këtë ditë është e barabartë dituria dhe padituria, pra njohja dhe mosnjohja.
është e barabartë dhe nuk mund sjellin vendim. Dituria se është dita e 30 e muajit Shaban, apo dita e parë e muajit Ramazan, dhe mos dituria, se dim tani, a është kaq, është 50-50, janë të barabarta. Informacioni, njohja, dituria që vjen rreth kësaj është e barabartë dhe për këtë arsye quhet dita e dyshimt. Në rastet kur hëna, hëna qielli në realitet është imbuluar me mjegulla, me re, me pluhur, me sendet që pengojnë pamjen e muajit Shaban, atëherë thot duhet të kompleto, pra nuk shifet më shkurt, në rast se nuk shifet hana për x arsye, qofse nuk ka lind, apo nuk shifet për shkak të mjegullave, për shkak të mbulesës që ka qielli, nuk mund të shifet hana e re, atëherë plotësohet 30 ditë të muajit Shaban dhe dita e nesërme detyrimisht më vjen dita e parë e muajit Ramazan. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam për muajin e Ramazanit, transmeton Ibn Omeri radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhi salam ka thonë muaji është kështu pra, 2, 3, që nuk kupton se është hakadha wa hakadha wa hakadha. Pra ka sinjalizu pejgamberi muaji është 30 ditë. Kur e thot herën e tretë, wa khamasa ibhamahu fi marrati thalitha. Dhe herën tjetër thot muaji është kështu. Dhe do thot 29 se khamasa e ka mbyll gishtin e madh. Pra muaji është në Islam në përgjithësi është ose 30 ditë ose 29 ditë. Kjo është argument ku mbështeten dietarët islam se ditën e 30 të muajit duhet të kërkohet, në rastësisht natën duhet të kërkohet hana e re për fillimin e muajit tjetër ose për vazhdimin e këtij muaji. Dhe ashtu siç e dim se muaji nuk mund, sipas kalendarit hënor, nuk mund të ketë as 28 ditë e as nuk mund të ketë 31 ditë. Pra gjithmonë është ose 29 ose është 30 ditë. Pra kur mbulohet qielli për shkak të pluhurit apo mjegullave apo diçka tjetër, atëherë kjo ditë është konsiderohet dhe nuk shifet hana, konsiderohet ditë e muajit Shaban. Dita e dyshimt, që është dita e 30 e muajit Shaban, këtu do të koncentrohemi pak, sepse ekzistojnë mendimet të shumta, dispozita e agjerimit të ditës së 30 të muajit Shaban, e cila quhet dita e dyshimit, për shkak të dyshimit se është ditë Ramazani, apo është ditë e muajit Shaban përpara. Nëse i mormi krejt rrethanat që ndërlidhen, ngërshetohen njëna me tjetrën, fukahat islam kanë nxjerrë 6 dispozita, respektivisht 6 qasje. Nëse agjerojmë këtë ditë apo nuk agjerojmë, duhet të agjerohet apo nuk duhet të agjerohet këtë ditë, dietarët islam duke i marrë krejta mundësitë rrethanat, duke i gërshetuar, i ndajnë në 6 dispozita të agjerimit të kësaj dite. Dispozita e parë thot, lejohet
Agjerimi i ditës së dyshimt me nijet të nafiles. Nëse qartësohet se kjo ditë është ditë e muajit Shaban, pra dispozita e parë ose rasti i parë është, lejohet agjerimi i ditës së dyshimt, ditës së 30 të muajit Shaban, me nijet të agjerimit nafile. Përfundon citati. Kjo është nafile. Mirë po thot, nëse qartësohet se kjo ditë është ditë e muajit Shaban, pak më vonë, pastaj vërtetohet se kjo është ditë, për një me pas ka qenë ditë e muajit Shaban, ose brenda ditës qartësohet se qenë ka dita e muajit Shaban, dhe kjo i prish agjerimin, sepse është nafile, obligohet me kaza të asaj dite, si kur çdo nafile tjetër, nesër e bën jetë me agjeru, po ndërkohë nesër e prish agjerimin, a ditë duhet me kompenzu ditë për ditë, sepse aja ka fillu ditën me agjerim. Pra e para kjo kur bëhet nijet të agjerohet si agjerim nafile. Rasti i dytë, nëse ka hamendje nijetin e agjerimit të tij, në mënyrë që të bëj nijet agjerimin e ditës së nesërme, nëse është Ramazan, e nuk do të agjeroj, e nëse është ditë e muajit Shaban. Ky vendos me dy mendje, ka hamendjen këtë rast. Nesër, nëse është ditë e muajit Ramazan, do të agjeroj. Do të agjeroj çka? Do të agjeroj farz, pra ditë Ramazani. Nëse është muajit Shaban, thot nuk agjeroj. Në këtë aspekt, personi kur qohet sabale, para dite, nuk konsiderohet se është agjerueshëm. Pra nijeti i tij është i barabartë me 0. Pse? Sepse ka hamendësitë nijeti i tij. Nëse është kështu do të agjeroj kështu, nëse është kështu nuk do të agjeroj. Pra hamendësia të nijeti, këtë e shpall ditën e nesërme kur ai konsiderohet se nuk ka dalë ditën agjerueshëm dhe për këtë shkak kjo është shkak për shkak të mos qëndrimit të vendimit të tij që e ka marrë gjatë natës. Rasti i tretë, pra rasti i parë ishte nafile, rasti i dytë kur është mes farzit edhe nafiles ose agjerimit. Pra nëse agjeroj, nëse është Ramazan agjeroj, nëse s'është nuk agjeroj. Kjo konsiderohet se nuk ka dalë Ramazan. Do thot nëse han ditën e nesërme, të sunetit e nafile tham nëse e prish, obligohet me kaza. Në këtë rast, nëse ai e prish agjerimin, pra han mëngjes, kur qohet dikur ora 8-9, ki nuk obligohet me kaza, sepse konsiderohet se nijeti i tij nuk ka fillu fare, se për shkak të hamendjes që e ka te nijeti i tij. Gjendja e tretë, ose rasti i tretë është nëse ka bën nijet të prerë, se nesër do të agjeroj ditë Ramazani, sikur thot, vendosa që nesër të agjeroj ditën e parë të Ramazanit për këtë vit. Alas është vërtetu se nesër është Shaban, është Ramazan. Por ka vendos me agjeru nesër ditë Ramazani, këtë çka ke. Unë bëj nijet nesër me e filluar agjerimin e Ramazanit dhe ky lloj i agjerimit është mekruhi tahrimen, për shkak se po bën shtesë në ibadete. Ibadetet janë teukifije. Ngjajshëm sikur ta zom yatsia dreka. I fala 4 rekat, po çka ka të keqe, po i shtoj, po i bëj edhe 1 rekat tepër, s'ka të keqe diçka këtu, s'është ibadet. Jo, janë teukifije. Duhet bëhet vetëm ashtu si janë. E njëjta është i shtohet edhe agjerimit 1 ditë tepër. Dhe ky ka marrë vendimin që t'i shton edhe 1 ditë pa letjet çfarë do dite letjet. Ky agjerim është mekruhi tahrimen. Lloji i 4 është mekruhi tenzihen, mekruh pak më i lehtë, agjerimi i tij me nijet jashtë agjerimit nafile. Të agjeroj farz ose vajib.
Agjerimi I tij konsiderohet I vlefshëm për atë që ka bërë në jetë nëse konstatohet se ishte dita e muajit Shaban. Nëse konstatohet se dita e parë e muajit Ramazan, niyeti I tij është I vlefshëm për agjerim të Ramazanit. Si është kjo? Unë kam vendos që nesër të agjeroj të zom një kefaret, një agjerim të kefaretit, ose një kaza që më ka met prej vjetë. Dhe në këtë rast, them, nëse kjo ditë është ditë e muajit Shaban, agjerimi I tij konsiderohet për atë që e ka bërë në jetë. Nedhër, apo kefaret, apo çfarë do t'jetë. Nëse është ditë Ramazani, atëherë agjerimi I tij nuk konsiderohet për atë që e ka bërë në jetë, por konsiderohet për agjerim I ditës së Ramazanit me përjashtim nëse ai është në udhëtim, është në seferi. Pse kështu? Sepse kur është në seferi, e kemi shpjeguar më herët këtë, kur është në seferi, mund që të agjeron një ditë kaza ose një ditë kefaret dhe niyeti I tij bëhet për atë nijet. Kurse derisa ky është mukim, është në vendin e tij, nëse agjerimi pra është ditë Ramazani, atëherë konsiderohet agjerim Ramazani pavarësisht se e ka bën niyet për kefaret, ose e ka bën niyet për nedhër, ose për vajxhib apo diçka tjetër. Kjo është kategoria e 5, mirë po, një lloj I tillë I agjerimit është me kruhi tenzihen. Agjerimi ose lloji I 6 I agjerimit të ditës së dyshim është me kruhi tenzihen, agjerimi I tij me dilemën e tij në nijet mes Ramazanit dhe nafiles. Nëse konstatohet se është ditë Ramazani, konsiderohet agjerimi I ditës Ramazanit. E nëse konstatohet se është ditë Shabani, atëherë agjerimi I tij është nafile. Okej? Nëse pra niyeti është mes kësaj, mes nafiles dhe farzit. Nëse është ditë Ramazani, është ditë Ramazani. Çdo lloj niyeti tjetër bie poshtë. Nëse është nafile, është nafile. Mirë po, nëse e prish agjerimin e tij, nëse e prish agjerimin në këtë rast, nuk e kompenzon. Nuk e bën kompenzim kaza. Për çka nuk e bën? Sepse ajo që bëhet te rasti I parë, nëse ju kujtohet, thamë se nëse e ka bën jetë me agjeru nafile dhe e ka prish agjerimin, obligohet me kompenzim. Këtu nuk obligohet me kompenzim, thot Imam Shërumbulali dhe autori I veprës Tebinul Haqaiq, thot nuk obligohet me kompenzim, sepse është agjerim vullnetar I pasigurt. Sepse ki nuk e ka bën jetë nafile, është me dy niyete, respektivisht është I pasigurt se është nafile apo është farz. Prandaj, kur e bën niyet, kur ke dilemë te niyeti, prishet edhe vepra mbrapa dhe nuk obligohet me kompenzim të kazas. Këto janë 5 rastet ose 5 momentet që paraqiten gjatë formës së agjerimit, nëse agjerimi bëhet ditën e dyshimt ose një ditë para Ramazanit. Disa dietarë kanë thënë, nëse dikush agjeron rregullisht para Ramazanit, 2 ditë apo 3 ditë apo më shumë, 2 ditë e më shumë, agjeron nafile, nuk ka kerahe, nuk është mekruh. Pra ka fillu 2 ditë përpara. Jo 1 ditë, ai ka fillu në Shaban dhe e din se është Shaban. Por ka fillu 2 ditë para Ramazanit të agjeron nafile. Jo për t'i shtu diçka farzit. Ke ka niyetin nafile, nuk ka kerahet, duke u mbështetur në një transmetim se Aliu radiallahu anhu dhe Aisha radiallahu anha
e pasonin, respektivisht e praktikonin këtë lloj të agjerimit. Ose nëse ka ndonjë agjerim që është min tabiatihi, është natyrshmëria e tij që të agjeron këtë ditë. Shembull, ka një jetë që gjithmonë ka agjeruar. Traditën e tij është që këtë agjeron të hanën dhe të ejtën. Dhe këtë ditën e hanë gjithmonë e ka agjeruar, dita e nesërme është ditë Ramazani, po dita e hanë është halat dilem, është ditë Shabani, apo është ditë Ramazani, por ki e agjeron nafile. Jo se ki po e agjeron për shkak të ditës së dyshim, po për shkak se e ka në tradit në jetën e tij që të agjeron çdo të hanë dhe e fillon nafile me përjashtim nëse vërtetohet se dita e hanë është ditë Ramazani, kjo atëherë konsiderohet ditë Ramazani. Këtu ka disa çështje për këtë arsye, thot ka një transmetim që e sjell Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: la tuqaddimu ash-shahra bi yawmin wala bi yawmayn. Mos i prini agjërimit të Ramazanit me 1 ose me 2 ditë. Këtë çka e tham. Përveç nëse ka qenë duke agjëruar, le të agjëroj. E ka pas pra traditë të agjeron përpara ai, ose ka agjeruar rregullisht, ose ka agjeruar një javë, 3 ditë më shumë, që e ka bashkangjit atë jo për shkak të ditës së dyshim, atëherë thot le të agjeroj, dhe hadithi është i transmetuar prej Ebu Hurajrës, muttafiqun alayhi. Sa i përket çështjeve të pamjes së hanës, kemi 2 momente. Pamja e hanës së re, në momente kur qielli është i pastër, i kthjellët, dhe në momente kur qielli është i pa pastër, do thot në kuptimin se ka re, ka mjegulla, ka pluhur, ka re, kështu me radhë. Dhe çështja tjetër është në momentin kur hënën e re e shef një njeri i vetëm, apo e shohin më shumë se një njeri. Thot kush e sheh hënën e re të muajit Ramazan i vetëm, pra vetëm një njeri, ose e sheh hënën e muajit Sheval i vetëm ai e ka pa, vetëm një njeri, dhe nuk i është pranuar dëshmia e tij në gjykat, unë e kam pa hënën e re të muajit Ramazan, ose të muajit Sheval. Muajit Sheval është fjala për me e prish agjërimin. E kam pa hënën e re të muajit Shaban, dhe kam shku te gjykatësi islam ose te muftiu, dhe kam dhënë dëshmi se unë e kam pa hanën e re, që do të thotë se nesër është ditë agjërimi. Gjykatësi nuk e pranon dëshminë time. Për X arsye. Nuk e pranon dhe nuk ka dëshmitar tjerë. Nuk e pranon dëshminë time. Imam Shrumbulali thotë, ky njeri që e ka pa hanën e re, edhe pse nuk i pranohet dëshmia, para gjykatës, para institucionit, organit, thot ky lezime detyrohet me agjërim, obligohet me agjërim, sepse këti që kam pru dëshminë, por ki në fakt e ka pa hanën e re, dhe ki vetiu, vetëm ky, si person, pamja e tij nuk i obligon të tjerët, ama ky obligohet me agjërim të ditës së Ramazanit, duke u mbështetur në ajetin kuranor ku thot: "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum", kush e sheh, pra kush e përjeton këtë muaj, ose ai që e ka pa shenjat e muajit Ramazanit, obligohet me agjërim. Kjo është te fillimi i muajit Ramazanit. Por çfarë ndodh nëse e sheh muajin hënën e muajit Sheval,
sepse te fillimi i Ramazanit, gjykatësi, muftiu, institucioni përgjegjës për këtë, tani se këto ndryshojnë me format organizative si bojnë musliman, në kohën kur flet autori ka pas këtë të drejtë gjykatësi ka vendosur. Mund të jetë muftiu, mund të jetë një institucion enkës i veçantë, i specializuar për këtë fushë. E kështu me radhë, nëse e pranon dëshmien te fillimi i agjërimit, te fillimi i Ramazanit, thonë dietarët, mund të pranohet edhe dëshmia e një personi. Por të përfundimi i agjërimit Ramazanit asesi nuk mund pranohet dëshmia e një personi. Gjithmonë bëhet fjalë kur qielli është i paqartë. Kur qielli është i qartë, patjetër duhet ta shohin numër të madh njerëzve. Sepse është i qartë, mund ta shohin shumë njerëz. Ky personi që e pa hanën e fillimit të Ramazanit, obligohet me agjërim sepse ai e ka pa me sy gjallë, me sytë e tij e ka pa hanën. Po a obligohet me prishjen e agjërimit për në fillim të muajit Sheval? Nuk obligohet me prishjen e agjërimit, sepse e para, pra fillimi nxit në ibadet, e dyta nxit në largim nga ibadeti. Këtu është dallimi mes fillimi i muajit Shaban dhe fillimi i muajit Shawal ose muajve të tjerë. Kur qielli është i qartë, nuk ka pengesë në qiell. Atëherë detyrimisht kushtohet dëshmia e dy personave të drejtë, shahid udul, dëshmitar që janë të drejtë dhe ose disa madje kanë thënë se në këtë rast dietarët kanë mendime që kanë kushtëzuar edhe numër të madh të pamëve të njerëzve që e kanë pa hanën e re. Ka prej atyre që ka shku duhet të jenë 50 vet, duhet s'ka më shumë, ka më pak, janë mendime të dietarëve, por ajo ku plotësohet kushti është dy dëshmitar të drejtë dhe me këtë mund që të sjellët vendimi për pamjen, respektivisht për fillimin e veprës së Ramazanit, gjithsesi të agjërimit. Ka një mesele që nuk du ta anashkaloj, është një rast që nuk mund të anashkalohet as lehtë për ne që jemi hulumtues ose studiues të çështjeve të fesë, nuk është shumë ndoshta po me siguri se për xhamatin nuk është shumë interesante, po për neve se si e lidh autori një çështje. Thot, a është kusht që për pamjen e hënës së re të ngritet padi para gjykatësit ose para muftiut, në këtë rast para gjykatësit. Të ngritet padi. Pse padia? Sepse bëhet fjalë për dëshmin. Dhe dëshmiet ku bëhen? Bëhen në gjykatë. Dietarët islam thonë jo, nuk është kusht. Mundet, thot, dhe nuk ka nevojë që të ngritet padi, dhe nuk është kusht që ai që e shef hënën e re të thot para gjykatësit dëshmoj se e kam parë hënën e re. Fjala eshhedu, fjala dëshmoj nuk është kusht. Thjesht mundet me thonë po, unë e kam pa hënën në këtë kohë, në këtë moment, në këtë kënd, kështu me radhë. Autori Shërumbulali thot, thubut Ramadan o Shawal bid-da'wa. Si bëhet vërtetimi i hanës së Ramazanit,
dhe shevalit bid'ava me padi ose me akuz. Binahvihi. Wakalatun muallaqatun bihi, me autorizimi, vekale është kur e autorizon dike për diçka, muallaqa bihi, që lidhet me fillimin e Ramazanit. Pra, thubutu Ramadan, wa sheval bid-da'va, vërtetimi i Ramazanit, dhe muajit Ramazan dhe i muajit sheval, përmes padijës, dhe të ngjashme me padijen, akuza. Wakalatun muallaqatun bi, me një autorizim që ka të bën me fillimin e Ramazanit. Fa yunkiru al-mudda'a alayhi, pala e paditun e refuzon, e kundërshton, fa yashhadu ash-shuhudu bir-ru'ya, e dëshmitarët dëshmojnë se e kanë pa hanën, fa yuqda alayhi, dhe gjykohet mbi bazën e dëshmisë. Fa yathbutu maji'u Ramadan dhimnan لأن إثبات المجيء الشهري مجردا لا يدخل تحت الحكم. Ku është problemi këtu? Pse e zgjedha këtë pa e kalu dhe thash është me rëndësi për neve? E di ku është problemi? I kam thonë unë Hasanit, unë kam tregti për shembull, filoni më ka borxh. E kam autorizu, se bëhet fjalë me autorizim këto, bi vekaletin. Vekil, e kam autorizu Hasanin, ditën e parë të Ramazanit, shkojsh te Hisenit, te Dautit, te Eshanit, të morish parët borxh që mi kanë mua. Kur? Ditën e parë të Ramazanit. Dhe shkonaj me i morë parët, thot, po jo s'është dita e parë e Ramazanit, hala s'ka fillu Ramazani. S'ka fillu Ramazani. Nuk e konteston borxhin ai. Thot po, ma do s'është Ramazani. Ose shevali, dita e shevalit. Ki i autorizuri, çfarë bën? Ki ngrit pa ditë të gjykatësi, i çon të gjykatësi, se ki ka autorizim për me i marr parët çat ditë. Borxhin me marr. Ki e pa ditë palët që s'ja kanë dhënë borxhin, i pa ditë të gjykatësi. Dhe ato pale e pa ditën, thonë po, ma kemi borxh. Thot, por e kemi ditën e parë të Ramazanit. Dhe sot nuk është dita e parë e Ramazanit. Gjykatësi çfarë duhet me ba? Fa yashhadu ash-shuhud bir-ru'yati. Tani gjykatësi, me që nuk kontestohet borxhi, po kush kontestohet? Kontestohet është apo s'është dita e parë. Gjykatësi duhet sjell dëshmitar, të cilët dëshmojnë se e kanë pa hanën. E kanë pa hanën. E re, dhe kjo jep me kuptu se është vërtetohet se është dita e parë e Ramazanit. Dëshmitarët në këtë rast nuk kanë ardhur me dëshmu se ka fillu apo s'ka fillu Ramazani. Këto kanë ardhur për me vërtetu një vepër tjetër. Vërtetimi i kësaj vepre, thon Shurubulali, vërtetimi i kësaj vepre është argument për fillimin e muajit Ramazanit, edhe pse synohet diçka tjetër, pa vetë vërtetimi, dëshmia e dëshmitarëve se e kanë pa hanën, jep me e kuptu se këtu veçma ka fillu muaji i Ramazanit. Prandaj thot, nuk lidhet kjo me agjerimin, se s'kan rratë për agjerimin me dëshmuar. Kanë ardhur me dëshmu për diçka tjetër, po derisa vërtetohet vepra, pa dija, atëherë çka jep me nënkuptu se ka fillu edhe muaji i Ramazanit. Prej çështje tjetër që e transmeton te kjo Imam Shurubulali, thot nuk kushtohet Islami, pra që tjetë musliman, për informimin e pamjes së hanës, kur bëhet fjalë për një grumbull të madh të njerëzve. Thash ka prej 100, 700, 1000 kështu me radhë, ka shifra të ndryshme, me qëllim nuk deshta të hinë ato, se edhe ashtu tek ne veprohet sipas tjerave metoda. Thot në këtë rast të grumbullimit, kur ka shumë njerëz që e kanë pa hanën,
nuk kurzohet Islami që ai pam se të jetë musliman, sepse këtu informacioni vjen mutawatir. Është i vërtetuar dhe pak ka pesh se njëri, dyti, treti prej atyre transmetuesve, prej atyre që dëshmojnë se e kanë pa hanën, a janë sinqert, a janë fasika, as janë fasika, janë praktikues, janë praktikues, nuk rrit pesh, nuk e përforcon argumentin e as nuk e dobëson argumentin, prataj nuk e dobëson ose nuk e kurzon Islamin, dhe ky është qëndrimi që këtë temë ose këtë detaj e ka trajtuar Kemal Ibn Humami në veprën e tij në shpjegimin e Hidayes, në shpjegimin e Hidayes për Fethul Qadir. لا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قد رؤي قبل الزوال أو رؤي بعده وهو الليلة المستقبلة. Do të nuk merret parasysh pamja e hanës ditën, pavarësisht se ditën shifet para zevalit apo pas zevalit, sepse kjo që është pas zevalit është për ditën e mustakbile, çka vjen për ditën e nesërme, dhe kjo tjetra është për atë që ka shku. Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Agjëroni me pamjen e hanës dhe përfundoni agjërimin me pamjen e hanës, dhe kjo nuk kupton se pamja e hanës duhet të jetë para se të fillohet agjërimi. Dhe për këtë arsye ka dhe mendoj argumente shtesë ku Allahu xhalla shanu thot yes'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, pastaj wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli. Ku është mahallu shahid këto? Thot hana është ajet, është shenjë e natës. Dielli është shenjë e ditës. Këtë do të argumenton ki. Prandaj thot pamja e hanës ditën nuk merret në konsiderat, sepse është shenjë e natës, nuk është shenjë e ditës. Dhe këtu përfundon edhe me këtë dispozitë me fillimin e muajit të agjërimit, respektivisht me pamjen e hanës së re, janë dhe ajo që ishte më e rëndësishme në këtë njësi, cila është dispozita e agjërimit të ditës së dyshim. Pastaj vjen kapitulli tjetër, respektivisht tema tjetër, bejan, babun fi bejan ma la yufsidu as-sawm, gjërat të cilat nuk e prishin agjërimin, wa huwa 24 shay'an takriban, la tahdidan. Janë 24 gjëra përafërsisht, do thot nuk janë tahdidan se 24, sepse mund të bëhen 25, mund të bëhen 23, varësisht se si i grumbullon ato, po përafërsisht për t'i mbajt mend. Po cilët janë këto gjëra që nuk e prishin agjërimin, veprimet që ndodhin gjatë ditës së agjërimit dhe nuk e prishin agjërimin, do të shohim në ligjëratën tjetër, dhe deri atëherë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.